Forcat e Renea arrestuan 3 burgosurit që ishin arratisur një natë më parë nga burgu i Drenovës në një magazinë në Prenjas gjatë një aksioni ku nuk ka patur shkëmbim zjarri. Të 3 burgosurit Admir Tafili, Fran Marashi, Gzim Guri ishin strehuar gjatë natës në një nga ndërtesat e braktisura të stacionit hekurëdhor të Prenjasit. Ata ishin vëzhguar më parë nga forcat operacionale dhe u prit rrethimi nga forcat e Renea për të ndërhyrë dhe për të realizuar aksionin policor. Asnjë rezistencë nuk është bërë nga të kërkuarit, pavarësisht se ishin të armatosur, por një prej tyre, Gzim Toma, menduohet që të jetë larguar nga kjo magazin pak më parë se ajo të ishte rrethuar. Ai ishte ndar grupit ndërsa policia është vënë në ndjekje të tij. Detajet e të gjithë aksionit të policisë i bëri publike ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili foli edhe për arrestimin e 3 shtetasve të tjerë, të cilët kishin ndihmuar nga jashtë për arratisjen, 2 prej të cilëve u arrestuan në Elbasan dhe 1 në Tiranë. 2 makinat të kamufluara me sinjalistikën e policisë së shtetit thyen postobllokun e sapo ngritur nga policia e komisariatit Pogradec. Policia e shtetit u vu me njërë në ndjekje dhe po kështu në hyrje të qarkut Elbasan nga strukturat e drejtorisë policisë qarkut Elbasan u bërë mundur kapja e njërës prej makinave së bashku me 2 pasagjerët, të cilët sipas hetimeve rezultojnë se janë njëkohësisht 2 prej organizatorëve të arratisë dhe njëkohësisht mbështetës të jashtëm të skenarit për arratisjen e të burgosurve. U bëi mundur arrestimi i 3 prej të arratisurve, të gjithë të dënuar me burgim të përjetshëm, dhe konkretisht Admir Tafili, Fran Marashi dhe Gzim Guri. Drejtoria e policisë qarku Tiranë në pot një moment ka arrestuar shtetasin Altin Lami, i cili është njëri prej bashkëpunëtorëve të jashtëm në arratisjen e djeshme. Ky është personi që dyshohet se ka vendosur dhe ka detonuar eksplozivin në qytetin e Korçës, në pothuajse të një moment që nisën veprimet e para për arratisjen e të burgosurve. Gjë që na bën dyshojmë që është skenar i integruar dhe i mirë menduar. Ndërkohë që policia sipas gjurmëve që kanë ndjekur, mendon se 2 të kërkuarit e tjerë që bëjnë pjesë në një tjetër grup janë drejtuar për nga Erseka. Të dhënat e para tregojnë se janë pikasur në lëvizjet e tyre dhe është çështje orësh edhe rrethimi nga policia. Ministri i Brendshëm u ka bërë atyre një thirrje të drejtë për drejtë, ndërsa siguroi se ata janë brenda kordonit sigurisë. Vazhdohet kërkimi për arrestimin edhe të 3 të arratisurve të tjerë, të cilët dyshohet se janë brenda perimetrit sigurisë policore, por në tjetër drejtim nga vendodhja e arrestimit. Në fund i bëj thirrje të 3 të arrestuarve, po mbi të gjitha familjarëve dhe miqve të tyre të bëjnë të mundur dorëzimin e tyre sot. Nesër në vazhdim mund të jetë shumë vonë. Sajmir Tahiri tha se arratisja nuk ishte rastësore dhe paralajmëroi një sër arrestimesh, duke u shprehur se politika është përfshirë në punë të pista të krimit. Arratisja e djeshme është gjithçka përveç se rastësore. Është organizuar mirë, por njëkohësisht është dhe dëshmi tragjike e përfshirjes së politikës në punët e pista të krimit, siç është dëshmi tragjike e kompromitimit kapilar strukturës shtetërore për të garantuar zbatimin e ligjit. Por për të gjitha këto arsye ne po hetojmë bashkë me prokurorinë e përgjithshme, hetimet po vazhdojnë dhe unë besoj që shumë shpejt do kemi rezultate të tjera dhe arrestime me përgjegjës konkret në të gjitha strukturat ligjzbatuese. Ne jemi këtu, policia e shtetit është këtu, kriminalet do jenë aty ku e kanë vendin, në burg. E bashkë me ta, kushdo që deri dje i ka ndihmuar të kapërcejnë linjën, qoftë dhe në këmbim të votave. Pas këtyre deklaratave të ministrit të Brendshëm pritet që kjo ngjarje të mos kalojë pa polemika dhe akuza politike. Nga burimet konfirmuara rezulton se 2 nga 4 të arrestuarit e deri tanishëm kanë deklaruar gjatë marrjes në pyetje se armët janë futur përmes një frigoriferi që kishte mbërritur në dhomën e Admir Tafilit në datën 16 qershor të këtij viti, një javë përpara zgjedhjeve të përgjithshme. Frigoriferi me armë sipas dëshmive ishte pjesë e një marrëveshjeje mes burgosurve që u arratisën dhe autoriteteve të asaj kohe që drejtonin burgun. Të burgosurit sipas dëshmive rezulton të kishin premtuar favore politike para dhe gjatë zgjedhjeve përmes familjarëve jashtë në zonat ku ata jetonin. Hetimet vazhdojnë ndërsa flitet për një numër të madh të implikuarish dhe që do të marrin përgjegjësi për këtë ngjarje. Prokuroria e përgjithshme ka nxjerrë më shumë se 21 flet arreste për këtë ngjarje, ku pjesa më e madhe janë gardian të burgut, të cilët do të akuzohen për shpërdorim detyre. Ndërkohë që edhe vetë kryeministri Edi Rama gjatë një postimi në rrjetet sociale ka theksuar angazhimin e qeverisë për të vijuar me luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Rama shkruan se më në fund Shqipëria ka një polici shteti në krye të detyrës. Asgjë, thot kryeministri, nuk do na ndalë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit.